Përshëndetje të nderuar teleshikues, mirë se erdhët në edicionin e lajmeve këtu në televizionin Opinion. Prizreni bëhet me infoqendër të re. Rektori i Universitetit të Prizrenit Ramvata inicion pezullim nga puna të profesorit të arrestuar. Fillojnë bisedimet në Bruksel, bisedohet për telekomunikim, energjetikën, asociacionin e komunave të banuara me shumicë serbe dhe barikadën mbi lumin Ibër në Mitrovic. Kthehemi zhvillimeve të ditës së sotme. Komunës së Prizrenit është shtuar edhe një pikë tjetër infoqendrës që do të jetë në shërbim të turistëve të shumë që frekuentojnë këtë qytet. Ky objekt ju mundësua qytetit nga projekti Zhvillimi rajonal përmes turizmit kulturor, përkrahur nga Ministria për Punë të Jashtme të Finlandës në kuadër të projektit ndihmë tregtisë implementuar nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim UNDP. Objekti infoqendrës së re është vendosur në qendër të Prizrenit, ndërsa ka si qëllim të mbështesë përpjekjet për zhvillim ekonomik lokal dhe rajonal në rajonin ekonomik Jug, duke strukturuar dhe pasuruar ofertën kulturore turistike të rajonit nëpërmjet produkteve dhe shërbimeve të reja dhe unike. Gjatë këtyre muajve që kam qëndruar këtu, kam arritur që t'i vizitoj disa prej vendeve të bukura që ky shtet i ka. Dhe është e vërtet që Kosova me malet, me lumejt dhe fushat e saj të bukura ka çka t'i ofrojë turistave. Dhe gjithashtu edhe mikpritja e popullatës, mirësjellja e tyre, shoqëria e tyre do të garantoj që vizitorët do të vinë këtu dhe do të vinë përsëri të qëndrojnë këtu. Do të thotë është një gjë shumë e rëndësishme që do të thotë sot po bëhet inaugurimi i kësaj pike informative, sepse para 6 javë unë kam qenë këtu me partnerin tim dhe dua t'ju them që tash është shumë më lehtë që të ndëgjon me ato guida elektronike sesa të shkon në internet, të futesh në Google dhe të kërkon gjëra që të interesojnë për këtë vend. Kjo punë e përbashkët me zotin Llarin, me të cilin kemi bashkëpunuar gjatë këtij projekti duke kërkuar zbrastirat të cilat dëshironim t'i përmbushnim për të arritur këtë. Ky projekt ka një bashkëpunim shumë të mirë me partnerët tonë, por gjithashtu ka një bashkëpunim edhe me nivelin lokal dhe me nivelin qendror të qeverisë. Ndërsa drejtori i Drejtorisë së Turizmit Mensur Bytyqi tha se kjo komunë së shpejti do të pasurohet dhe me 2 objekte të tjera për vizitorët. Mesin e shumë projekteve, të cilat e kemi parapa për me kompletu ofertën turistike të qytetit Prizrenit, ka qenë natyrisht edhe ndërtimi ose rregullimi i infoqendrave. Për moment është e vërteta që do të bëjmë hapjen solemne vetëm një infoqendre, mirë po perspektivën e afërt i kemi në plan edhe 2 infoqendra, konsiderohet si infoqendra edhe kjo zyrja jone këtu. Do të Prizreni do të ketë 4 infoqendra. Rastin konkret unë i falenderoj gjithë aktorët të cilët kanë ndihmu të rregullohet infoqendra me ofertat kualitative. Gjithsesi që duhet kemi parasysh që jemi shteti i ri dhe sektori i turizmit është një sektor i ri në Kosovë, sidomos në Prizren, diku 6-7 vjeçare si drejtori po flas, dhe kemi arrit mund të mburemi që kemi arrit goxha të ndërtojmë kapacitete ose oferta kualitative turistike. Thash edhe njerë s'po du më shumë detale të gjithë ata të cilët kemi pas bashkë bisedim më herët e din që çka kemi bë. Sido që tjetë infoqendra edhe këto guida turistike janë produkte shumë kvalitative, të cilët vërtet e ndihmojnë ndërtimin e ofertave turistike kvalitative. Unë them gjithkund po e përsëris edhe njerë që në Prizren nuk është vetëm një segment që ndihmon zhvillimin e turizmit qytetit. Komplet Prizreni dhe Prizrenast janë ata të cilët e japin kontributin e qytetit. Laura Lutfiu Hoxha tha se hapja e kësaj pike informuese për vizitorët pasuron ofertën kulturore turistike të rajonit nëpërmjet produkteve dhe shërbimeve të reja dhe unike. Ky projekt i implementuar nga ESMA ndryshe është zbatuar në komunën e Prizrenit dhe ka pasur një shtirje të gjerë edhe në disa komuna të tjera të rajonit,
si në Dragash, në Rahovec, në Mamush, Malishev dhe Suharek. Qëllimi i këtij projekti ka qenë që të strukturoj dhe të pasuroj ofertën e turizmit kulturor në Prizren, duke sjellur produkte të reja turistike dhe duke ofruar shërbime të reja dhe unike. Projekti u implementua nga OJQ ecmëndryshe, ndërsa në të është përfshirë dhe prezantimi i katalogut bukur dhe gjelbër, si dhe 5 gujda të tjera turistike. Rektori i Universitetit u shenhoti në Prizren Ramvata, i cili gjendët përkohësisht jashtë vendit, ka kërkuar nga vartësit e tij komfort dispozitav ligjore në fuqi, inicimin e masës disiplinore me pezullim të përkohshëm nga puna të profesorit të fakultetit juridik. B. Zëhiti, profesorit B. Alia, i ka skaduar kontrata. Për provimet e sezonit, ata janë zëvendësuar, njofton UPZ-ja. Këtë kërkesë rektori Vataja ka bërë menjëherë pasi jemi njoftuar zyrtarisht se i njëjti me vendim të gjykatës themelore në Prizren është vendosur në paraburgim me kërkesë të prokurorisë themelore në Prizren pasi nisjes së hetimeve ndaj tij, ndërkaq profesori të angazhuar B.K, i cili po ashtu është nën hetime, i ka skaduar kontrata e punës, ndërsa për provimet në lëndët përkatëse nga ana e Këshillit të Fakultetit Juridik është caktuar profesori që do t'i mbajë. Po ashtu, për provimet e parapara të mbahen në këtë afat në lëndët e ligjëruara nga ana e profesorit B. Zehiti është caktuar profesori që do të mbajë. Aktualisht organet e UPZ-s po e trajtojnë rastin komfort dispozitave ligjore dhe statutare që janë në fuqi. Përgjegjësia është individuale, ndërsa menaxhmenti në suazat të përgjegjësive ligjore i ofron bashkëpunim të plot organeve të rendit në kryerjen e detyrave të tyre dhe zbardhjen e çfarëdo dyshimi eventual që mund të kenë. Deri me tani, menaxhmenti ka bashkëpunuar me organet e drejtësisë për zbardhjen e disa rasteve dhe i bën thirrje atyre për zbardhjen e të gjitha rasteve të dyshuara për vepra penale, thuhet në një komunikat të menaxhmentit të Universitetit të Prizrenit, Ukshin Hoti. 2 ditë para mbajtjes së seancës së radhës së Asamblesë Komunale është takuar Komiteti për Politikë dhe Financa, ku është qyrtuar korniza afatmesme buxhetore komunale dhe propozim vendimi mbi ndryshimin dhe plotësimin e vendimit të planit rregullues urban, qendra e re. Është mbledhur Komiteti për Politikë dhe Financa, i cili paraprin mbledhjes së Kuvendit Komunal të Prizrenit. Në këtë takim u vendos dhe rendi i ditës për Asamblenë e Rallës. Pjesë këtij takimi ishin të gjithë anëtarët të këtij komiteti, të cilët unanimisht votuan pikat e propozuara për shqyrtim, të cilat përcaktojnë dhe rendin e ditës në seancën e radhës së Kuvendit. Sipas saj që u zhvillua në këtë takim, është vendosur që në seancën e radhës të diskutohet rreth shqyrtimit të kornizës afatmesme buxhetore komunale 2016-2018, shqyrtimi i propozim vendimit mbi ndryshimin dhe plotësimin e vendimit të planit rregullues urban, qendra e re në qytet dhe plotësimi i antarëve të komisionit për zgjedhjen e familjeve përfituese të banesave kolektive, njoftoi kryesuesi i Kuvendit Kujtim Gashi. Po ishte mbledhja e rregullt e Komitetit për Politikë dhe Financa, mbledhje e cila shqyrtoi 4 propozime të cilat do të diskutohen dhe shqyrtohen në mbledhjen e Asamblesë. Sigurisht që Komiteti për Politikë dhe Financa është kompetent për të shqyrtuar strategjitë buxhetore dhe një ndër to ishte korniza afatmesme buxhetore 2016-2018, dokumenti i parë financiar për vitet vijuse. Sigurisht që ky dokument nuk është final, por është një pasqyrë dhe një planifikim i komunës Prizrenit për 3 vitet të ardhshme. Gjithashtu ishte edhe një propozim nga Drejtoria e Urbanizmit për ndryshimin e planit rregullues urban qendra e re, si rezultati i kërkesave të shumta të cilat tashmë janë natlagja dhe si rezultati i asaj që ky dokument tashmë i ka kaluar afër 10 vite, i cili është miratuar në Kuvendin e komunës Prizrenit. Po ashtu nga Drejtoria e Mirëqenies Sociale është propozuar dhe themelimi i Komisionit për ndarjen e banesave për familjet e dëshmorëve, invalidëve të lutë dhe raste sociale. Seanca e Kuvendit të Prizrenit, në të cilën do të shqyrtohen projekt propozimet e lartë përmendura, do të mbahet ditën e njëjtë duke filluar nga ora 10 dhe do të transmetohet drejt për drejt në televizionin Opinion. Me ndërime ju dha lamtumira e fundit veteranes së arsimit Albina Marku. Ajo ishte dhe njëra nga antarët më të vjetra të shoqërisë kulturore Agimi, e cila në organizoi dhe akademin komemorative për të ndjerën.
Kur kam qenë moshën 15 vjeçare, unë kam qenë antare shoqërisë Agimi. Ato kanë qenë ditët më të lumtura, kam qenë nxënëse bashkë me motrën time, edhe disa shoqe të shkollës muzikës, që kemi qenë antare të shoqërisë kulturo-artistike Agimi. I është dhënë lamtumira e fundit Albina Markut, veteranës së arsimit dhe artistës së shquar prizrenase, familjar, miq, bashkëpunëtor, artistë dhe zyrtar të partive politike në Prizren, e ndëruan të ndjerën në Akademinë Komemorative që është organizuar në sallën në Shoqërisë Kulturore Artistike Agimi, në një fjalë rasti për jetën dhe veprën e saj, se Bahate Mashkulli tha se angazhimi i Albinës ishte i pashembullt. Ishte koha e pas luftës së dytë botërore. Femra shqiptare e privuar nga të drejtat themelore. Mësuesja Albin kontribuoi shumë në emancipimin e femrës shqiptare, dhe atë në mënyrë klasike, në shkollë si mësuese, por edhe më tepër si intelektuale e mirëfill që ishte. Albina punoi në të gjitha shkollat fillore dhe të mesme, e një kohë edhe në shkollën e lartë pedagogjike. Puna dhe kontributi Albinës shquhet sidomos në Shoqërinë Kulturore Artistike Agimi. Ka qenë antare themeluese e Agimit. Puna dhe kontributi i saj dallohet sidomos në korin e Agimit, edhe pse ka marrë pjesë edhe në seksione tjera si teatër e tjerë. Mes loteve dhe ngashmërit, kolegën shumë vjeçare e përcolli dhe kolegja shumë vjeçare Shyrete Besimi. Ndihemi krenar që punuam së bashkë në kohrat më të vështira të kombit tonë dhe mbajtje lartë dhe të paqenuar etikën dhe emrin e mësimdhënësit. Prandaj, do të kujtojmë gjithmonë me madh respekt të lartë dhe dashuri, prehu në paqë, shoqe e dashur, kolege e nderuar dhe motra ime e dashur. Në emër të familjes të pranishmit, në këtë ceremoni ka falenderuar djalit të ndjerës Kastrioti, i cili në mes tjerash tha se përkundër dhimbjes si familje ndjehen krenar për veprat e saj që le pas nëna e tij. Ju falenderojmë nga zemra për këtë mbledhje komemorative që keni ardhur ta respektoni nënën, gjyshën, tezën tonë të dashur, Albinën. Jemi krenar që kemi pas një nënë të tillë, edhe familjet tonë janë krenar që kanë pas një gjyshë të tillë. Ne është vështirë të premtosh, të thush, po premtoj që do të vazhdoj dhe ta mbash premtimin. Por po ju themi në emër të gjithë familjes time që do të mundohemi me gjitha me mishe në shpirt që të vazhdojmë traditën e nënës tonë, e cila ndroi jetë. Ju falenderoj shumë. Pas Akademisë Komemorative, në orët e pasdites është organizuar dhe ceremonia e varimit të ndjerës në varrezet e qytetit në Prizren. Edicionin e lajme vazhdojmë me të tjera zhvillime nga vendi dhe rajoni. Raundi i ri i dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet dy vendeve ka nisur në Bruksel. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa dhe homologu i tij serb Aleksandar Vučić janë takuar në raundin e ri të bisedimeve në kuadër të procesit të normalizimit të raporteve në mes të dy vendeve. Lehtësuesja e dialogut përfaqësuesja e lartë të Bashkimit Evropian Federica Monherini fillimisht kishte takime të ndara me delegacionin e Serbisë dhe me atë të Kosovës për të kaluar më pas në fund të takimit trepalësh. Procedurë kjo e cila është ndërruar në rregull në këtë proces. Takimi i kryeministrave për herë të parë nisi paraditës që nuk do të se edhe do të përfundoj gjatë orarit të punës. Zyrtarët evropian të angazhuar në proces paralajmërojnë edhe një ditë të gjatë të rëndë. Krejt kjo për shkak të temave që do të trajtohen dhe peshën që kanë ato. Telekomi, Asociacioni i Komunave Serbe, energjetika si dhe Parku i Paqes janë çështjet për të cilat diskutojnë dy kryeministrat. Grupet punuese kanë debatuar javën e kaluar në lidhje me këto çështje, por nuk kanë arritur sukses që të gjejnë gjuhë të përbashkët. Marrëveshjet mes vlerësimit të palës europiane janë se bisedat për këto tema po përjetojnë një lloj regresi. Sidoqoftë, lehtësuesja e dialogut Federica Monherini ka ftuar kryeministrat duke besuar se do të ketë ndonjë rezultat konkret.
nga takimi sepse në të kundërtën mbledhja sotme do të humbiste kuptimin. Kuvandi i Kosovës pritet që të mblidhet të premten për të bërë ndryshimet kushtetuese për gjykatën speciale. Kryetari i Kuvandit Kadri Veseli pas mbledhjes së kryesisë ka thënë se të premten do të ketë seancë në të cilën do të shqyrtohen ndryshimet kushtetuese. Veseli tha se askush nuk do të cënojë sovranitetin e vendit. Ai ritheksoi se duhet të ruajnë partneritetin me faktorët ndërkombëtar. Një seancë tjetër e rregull do të jetë e njëjtën. Ministri i Ministrisë për Forcën e Sigurisë së Kosovës, Haki Demolli, ka pritur sot në një takim pune komisionarin për forcat e armatosura në Parlamentin e Gjermanisë, Hans-Peter Bartels. Komisionari për forcat e armatosura në Parlamentin e Gjermanisë, Hans-Peter Bartels, vlerësoi vazhdimin e bashkëpunimit në fushat me interes të përbashkët në mes të ushtrisë gjermane dhe FSK-s. Ministri Demolli ka falendruar shtetin e Gjermanisë dhe popullin gjerman për kontributin e madh që kanë dhënë për Kosovën. Në mënyrë të veçantë ai vlerësoi kontributin e ushtrisë së Gjermanisë në ngritjen e FSK-s përmes bashkëpunimit të ngushtë dhe përkrahjes së vazhdueshme në trajtime dhe logjistikë. Ai po ashtu vlerësoi lart angazhimin e këshilltarëve ushtarak në kuadër të ekipeve të NATO-s në MFSK dhe FSK. Ministri Demolli foli edhe për arritjet dhe angazhimet e FSK-s në kryerjen e detyrave që dalin nga misioni aktual, si dhe njoftoi mysafirin nga Gjermania për procesin dhe angazhimet që po bëhen për transformimin e FSK-s në forcat e armatosura, ndërsa komisionari i Parlamentit Gjerman për forcat e armatosura, Hans-Peter Bartels, shprehu konsideratën për arritjet e deritashme të FSK-s, si dhe premtoi vazhdimin e bashkëpunimit në fushat me interes të përbashkët në mes të ushtrisë gjermane dhe FSK-s. Kandidati fitues për Bashkinë e Tiranës, Erion Veliaj, në deklaratën e parë publike pas zgjedhjeve të 21 qershorit e ka cilësuar si spektakolare fitoren e ASH-s në kryeqytet dhe në mbarvendin. Kjo është një ditë jashtëzakonisht të rëndësishme për mua dhe ASH-n, pasi na kanë ngarkuar me përgjegjësinë e ndryshimit të madh historik të Tiranës, ka deklaruar Veliaj, shkruan Top Channel. Ajo shprehur se nëse dikush ishte dyshues për efektet e reformës së re administrative, apo ishte cinik për qytetarinë e këtij vendi dhe demokracinë e tij, sot ka një përgjigje, qytetarët dolën masivisht në votime dhe i dhanë fitore ASH-s. Kjo fitore me 46 nga 61 bashki të vendit është më mbërslensja e viteve të fundit nga socialistët dhe progresistët. Në këtë fitore shumica e shqiptarëve vendosi të çojë Shqipërinë në drejtimin e duhur, ndaj për këtë jemi mirënjohës dhe të përulur ka vijuar Veliaj. Një mirënjohje e veçantë kryetari i ri i Bashkisë së Tiranës u ka shprehur aktivistëve të PS-s, të LSI-s, PDI-us dhe partive të tjera që i trajtuan zgjedhjet si një garë të përbashkët për ASH-n. Shikues të nderuar të televizionit Opinion, të ishin të gjitha ngjarjet më kryesore që kanë ndodhur ditën e sotme në Prizren dhe në vend. Ju faleminderit për vëmendje, shikim të këndshëm të programeve në vijim. Natën e mirë.